Në një fshat të vogël të rrethuar nga male të larta dhe pyje të dendura, jetonte një vajzë e re me emrin Altina. Ajo ishte e njohur në të gjithë fshatin për flokët e saj të artë që shkëlqenin në ndjellin si fije ari të vërtet. Kur ecte nëpër rrugët e guralëzuara të fshatit, flokët e saj vallëzonin si grur i artë në erën e verës, dhe të gjithë njerëzit ndalonin për të admiruar bukurinë e saj të rrallë. Altina jetonte me gjyshen e saj, zonja Drita, në një shtëpi të vogël prej guri në skajin e fshatit. Gjyshja e saj ishte një grua e urtë që njihte sekretet e vjetra të natyrës dhe mund të kuronte sëmundjet me bimë medicinale që mblidhte nga mali. Ajo i kishte mësuar Altinës shumë gjëra për botën e fshehur të natyrës, por kishte një sekret që nuk ja kishte treguar ende. Një mëngjes pranvere, ndërsa Altina po kujdesej për lulet në kopsht, gjyshja e saj e thiri brenda në shtëpi. Altina, fëmia im, tha Drita me zë të butë por serioz, koha ka ardhur që të tregoj diçka të rëndësishme për prejardhjen tënde. Altina u ul pranë gjyshjes së saj, duke e parë me sy plot kurreshtje. Gjyshja mori një kuti të vjetër prej druri nga një rafsh i lartë dhe e hapi ngadalë. Flokët e tu të artë nuk janë thjesht një dhuratë e bukurisë, filloi Drita. Ata kanë një fushi të veçantë që vjen nga një këngë e lashtë magjike. Nëna jote, Aurelia, ishte një prej ruajtësve të kësaj këngë, por ajo u largua nga bota kur ti ishe akoma foshnjë. Nga kutia, gjyshja nxori një amulet të vogël prej ari në formë gjethjeje që shkëlqente me një dritë të butë. Kjo është amuletja e dritës së artë, vazhdoi ajo. Është e lidhur me fushinë e flokëve të tu. Kur këndoja këngën e shenjit, flokët e tu mund të ndriçojnë rrugën në errësirën më të thellë dhe mund të sherojnë zemrat e lënduara. Altina e prek amuletkën dhe me njëherë ndjeu një ngrohtësi të çuditshme që i përshkoi të gjithë trupin. Flokët e saj filluan të shkëlqejnë edhe më shumë, duke hedhur reflekse të arta në muret e dhomës. Por ke kujdes, fëmia im, paralajmëroi gjyshja. Ka dikush që ka qenë duke kërkuar këtë fushi për shumë vite. Shtriga e errësirës, Moriana, dëshiron ta vjedh fushinë tënde për t'i dhënë fund të gjithë dritës në këtë krahinë. Ashtu siç e kishte parashikuar gjyshja, atë natë Moriana erdhi në fshat. Ajo ishte një grua e lartë dhe e hollë, e veshur me rroba të zeza që dukeshin sikur ishin thurur nga vetë errësira. Flokët e saj të zeza si qymyr vallëzonin si gjarpërini përreth kokës së saj, dhe sytë e saj të gjelbër shëndritnin si smaragde të liga në errësirë. Moriana erdhi në shtëpinë e Altinës në mes të natës, kur të gjithë fshatarët flinin. Ajo goditi derën me shkopin e saj magjik, dhe dera u hap vetë. Drita, bërtiti me zë që bëri që gurët të dridhen. Dil jashtë me vajzën tënde. E di që ke atë që unë kërkoj. Gjyshja doli para Altinës, duke mbajtur një baston të vjetër në dorë. Nuk do ta marrësh kur fushinë e saj, Moriana, tha Drita me vendosmëri. Kjo dritë është për t'i ndihmuar njerëzit, jo për t'i shkatëruar. Moriana qeshi me një të qeshur të ftohtë që bëri që gjethet e pemëve të thahen. Ah, gruaja e vjetër, akoma mendon se mund të më ndalesh? Kam pritur 20 vjet për këtë moment. Shtriga ngriti shkopin e saj dhe tha një magji të errët. Nga toka dal erëra të forta të zeza që filluan të rrethonin shtëpinë. Gjyshja Drita këndoi një këngë mbrojtëse, por fushia e Morianës ishte shumë e madhe. Altina, ik, bërtiti gjyshja. Merr amuletkën dhe ik. Shko tek mali i Dritës në veri. Atje do të gjesh mençurinë e artë që mund të ndihmojë të mposhësh këtë të keqe. Altina nuk donte ta lindte gjyshen, por e kuptoi që nuk kishte zgjedhje tjetër. Ajo mori amuletkën dhe vrapoi drejt pyjes, ndërsa dëgjoi zërin e gjyshes që këndonte këngë mbrojtëse prapa saj. Në pyll, errësira ishte kaq e dendur sa që Altina mezi mund të shihte dorën e saj. Por kur preku amuletkën, flokët e saj filluan të ndriçojnë si një fener i artë, duke i mundësuar të gjente rrugën. Ajo ecte në përpyll me orë të tëra, duke dëgjuar tingujt e çuditshëm të natës. Her pas here, dëgjonte zërat e qengjave të errësirës që Moriana i kishte dërguar për ta ndjekur, por drita e flokëve të saj i mbante ato larg. Kur agimi filloi të zbardh qiellin, Altina arriti në një clearing ku ishte një burim i kristalt. Pranë burimit ishte ulur një grua e vjetër me flokë të bardhë si bora, e veshur me rroba të bardha që shkëlqenin sikur ishin bërë nga vetë Drita. Mirë se erdhe Altina, tha gruaja me zë të butë. Unë jam mençuria e artë. Jam pritur për ty. Si e dini emrin tim? Pyeti Altina me habi. Unë di shumë gjëra, fëmia im.
Di se gjyshja jote lufton akoma me Morianën, dhe di se ti e vetmja që mund ta ndalësh këtë të keqe. Mençuria u ngrit dhe erdhi pranë Altinës. Ajo preku flokët e artë të vajzës dhe ato shkëlqyen edhe më shumë. Fushia e flokëve të vjen nga dashuria dhe sakrifice nën atë, shpjegoi ajo. Por për ta qliruar plotësisht këtë fushi, duhet të mësosh këngën e plot të dritës. Kjo këngë ka 3 pjesë: këngën e shpresës, këngën e guximit dhe këngën e dashurisë. Mençuria e mësoi Altinën pjesën e parë, këngën e shpresës. Kur Altina e këndoi, flokët e saj u bën edhe më të ndritshëm dhe lulëzuan lule të vogla ari në skajet. Këngën e guximit mund ta mësosh vetëm duke përballur frikën tënde më të madhe, tha mençuria. Dhe këngën e dashurisë mund ta mësosh vetëm duke dhuruar diçka të shtrenjtë për tjetrin. Pasi Altina mësoi këngën e shpresës, ajo u nis përsëri në rrugë. Mençuria i tha se duhej të shkonte tek shpella e pasqyrave në malin më të lartë, ku flinte një draguaj i vjetër i quajtur Aurion. Rruga drejt shpellës ishte e vështirë dhe e rrezikshme. Altina duhej të kapërcente ura të thyera mbi gropa të thella dhe të ngjitej në shkëmbinj të lartë. Por çdo herë që ndjehej e frikësuar, ajo këndonte këngën e shpresës dhe flokët e saj e udhëheqnin drejt rrugës së saktë. Kur arriti tek shpella, Altina pa se hyrja ishte e mbyllur nga një gur i madh. Ajo e shtryu gurin me të gjithë forcën e saj, por ai nuk lëvizte. Pastaj, kujtoi fjalët e mençurisë për guximin. Nëse dua të mësoj këngën e guximit, duhet të përballe frikën time, tha me vete. Ajo preku gurin dhe filloi të këndonte këngën e shpresës. Gursimi filloi të ndriçoi dhe ngadalë, shumë ngadalë, filloi të lëviz. Brenda shpellës, gjithçka ishte e mbuluar me pasqyra. Në secilën pasqyrë, Altina pa një versionin e ndryshëm të vetes. Në njërën ishte frikacake, në tjetrën ishte zemërgur, në një tjetër ishte e trishtuar. Por kur këndoi këngën e shpresës, të gjitha pasqyrat filluan të shkëlqejnë me dritë të artë. Në fund të shpellës, ishte shtrirë një draguaj i madh me luspa të arta. Sytë e tij ishin të mbyllur, por kur Altina hyri, ai i hapi ata. Kush guxon të zgjojë Aurionin nga gjumi, grumbulloi dragu me zë që bëri që e gjithë shpella të dridrej. Unë jam Altina, tha ajo, edhe pse zemra i rrahte fort nga frika. Kam ardhur për të mësuar këngën e guximit. Dragua e vështroi me sy që shkëlqenin si dy bie. Guximi nuk ka të bëjë me mungesën e frikës, tha ai. Guximi ka të bëjë me veprimin pavarësisht frikës. Trego mua, vajzë me flokari, çka të frikson më shumë në botë. Altina mendoi për një moment. Më frikson se do ta humba gjyshen time, dhe se nuk do të jem e fortë sa duhet për t'i ndihmuar njerëzit e mi, tha ajo me sinqeritet. Dhe prap ke ardhur këtu, duke ditur rreziqet, tha dragu me miratim. Ky është guximi i vërtet. Aurioni ja mësoi Altinës këngën e guximit. Kur ajo e këndoi, flokët e saj u bën si flak ari dhe rreth saj u formua një dritë mbrojtëse e fuqishme. Tani shko, tha dragu. Moriana ka filluar të shpërndajë errësirën e saj në të gjithë krahinën. Por kujdes, për të mësuar këngën e dashurisë, do të duhet të bësh sakrificën më të madhe. Kur Altina doli nga shpella, pas se qielli ishte mbuluar me ormor të zeza, errësira e Morianës po përfshinte gjithçka. Lulët po fishkeshin, pemët po thaheshin, dhe njerëzit po mbylleshin në shtëpitë e tyre nga frika. Ajo u nis me nxitim drejt fshatit të saj. Në rrugë, takoi shumë njerëz që ishin në nevojë për ndihmë. Një fëmijë i vogël ishte humbur në errësirë, dhe prindërit e tij po qanin në shqetësim. Altina këndoi këngën e shpresës dhe flokët e saj ndriçuan rrugën derisa e gjetën fëmijën. Një grua e vjetër ishte sëmur rënd dhe mjekët nuk mund ta ndihmonin. Altina këndoi këngën e guximit dhe preku gruan me dorë. Drita nga flokët e saj kaloi tek gruaja dhe ajo u shërua menjëherë. Por çdo herë që përdorte fushinë e saj për t'i ndihmuar të tjerët, Altina ndjente se po dobësohej. Flokët e saj po humbisnin shkëlqimin dhe amulet ka rreth qafës po fishkej. Ku më në fund arriti në fshat, pa një pamje të tmerrshme. E gjithë zona ishte e mbuluar me errësirë, dhe në qendër të fshatit Moriana kishte ngritur një fortesë të zezë prej ormori. Nga kulla e fortesës vinte një dritë e kushe e ligë që e bënte errësirën edhe më të dendur. Altina pa gjyshen e saj të burgosur në një kafas prej ormori në oborin e fortesës. Drita duke e dobët dhe e sëmur. Gjyshja, bërtiti Altina dhe vrapoi drejt fortesës.
Moriana doli nga kulla me një qeshje triumfuese. Ah, ja ku erdhi goca e vogël me flokë ari, tha ajo. Shoh se ke mësuar disa magji të reja, por nuk mjaftojnë për të më mposhtur. Shtriga ngriti shkopin e saj dhe hodhi një korr rrufesh të zezë drejt Altinës. Altina këndoi këngën e guximit dhe krijoi një mburoj prej drite që i reflektoi rrufet. Betejë filloi me të vërtetë. Moriana hodhi magji të errëta ndërsa Altina i përgjigjej me këngët e saj. Por Altina kuptoi se nuk ishte mjaft e fuqishme. Çdo sulmi Morianës e dobësonte edhe më shumë. Ti nuk mund të më mposhësh, qeshi Moriana. Unë kam pushuar errësirën për qindra vite. Fushia jote e vogël nuk është asgjë para imja. Në atë moment, Altina kuptoi se çka duhej të bënte. Mençuria i kishte thënë se për të mësuar këngën e dashurisë, duhej të bënte sakrificën më të madhe. Tani e kuptoi se ç'a do me thonte kjo. Ajo vuri dorën mbi amuletkën dhe filloi ta heqë nga qafa. Çka po bën? Pyeti Moriana me habi. Po bëj atë që ti nuk do të kesh mundësi kur ta bësh, tha Altina. Po dhurov fushin time për hir të tjerëve. Altina e hoshi amuletkën dhe e nguli thellë në tokë. Në të njëjtën kohë, filloi të këndonte me zë të lartë. Me shpresën që nuk shuhet, me guximin që s'ka frikë, me dashurinë që çliron, le të ndriçoj drita e paqes. Ky ishte kënga e dashurisë e fundit dhe më e fuqishme e të trijave. Ndërsa e këndonte, flokët e Altinës filluan të shkëlqejnë me një dritë kaq të shkëlqyer sa që e gjithë nata u kthye në ditë. Por kjo nuk ishte gjithçka. Drita nga flokët e saj filloi të përhapet në të gjitha drejtimet, duke ndriçuar fshatin, malet, pyjet dhe duke shëruar gjithçka që kishte prekur errësira e Morianës. Moriana bërtiti nga dhimbja ndërsa drita e prekonte. Fushia e saj e errët nuk mund ta përballonte dashurinë e pastër që rrjedh nga sakrifica e Altinës. Jo, kjo s'është e mundur, bërtiti shtriga, por trupi i saj filloi të shpërbëhej si mjegull e zezë. Dashuria gjithmonë fiton mbi urrëtitjen, tha Altina ndërsa drita e saj vazhdonte të rritet. Dhe sakrifica e bërë me dashuri ka fushin më të madhe në botë. Moriana u zhduk plotësisht. Dhe me të zhdukjen e saj, të gjitha gjërat e këqija që kishte sjellë u shkatëruan. Fortesa e errët u shemb, kafazi ku ishte e burgosur gjyshja u thye, dhe ngjyra dhe jeta u kthyen në të gjithë krahinën. Por diçka e mrekullueshme ndodhi. Edhe pse Altina kishte dhuruar fushinë e saj, flokët e saj nuk u bën të zakonshëm. Por kundrazi, ata u bën edhe më të bukur. Jo më si ari i shkëlqyer, por si drita e butë e vjeve që jepte shpresë dhe paqe të gjithë atyre që i shihte. Gjyshja drita e përshafoi Altinën me lotgëzimi. Fëmia im, tha ajo, ti mësove sekretin më të madh të gjithave. Fushia e vërtet nuk qëndron në atë që mbajmë për veten, por në atë që japim për të tjerët. Nga ai moment, Altina u bë e njohur në të gjithë vendin jo vetëm për bukurinë e saj, por për zemrën e saj të madhe dhe urtësinë e saj. Ajo udhëtonte nga fshati në fshat, duke i ndihmuar njerëzit dhe duke mësuar të rinjt se si të përdorin dhuntitë e tyre për të bërë mirë. Flokët e saj të artë të ndritshëm u bën simboli shpresës për të gjithë ata që ishin në nevojë. Kur dikush ishte i sëmur, Altina shkonte dhe këndonte për ta. Kur dikush ishte i trishtuar, ajo i tregonte historitë e bukura që kishte mësuar nga gjyshja. Kur dikush ishte i frikësuar, ajo i mësonte se si të gjente guximin brenda vetes. Vite kaluan dhe Altina u rrite u bë një grua e bukur dhe e urtë. Ajo u martua me një djalë të mirë nga fshati Fshini, një emër i lirë, që e donte jo vetëm për bukurinë e saj, por për zemrën e saj të ngrohtë. Ilir ishte një gdhendës i talentuar druri, dhe ai bënte figura të bukura që tregonin historitë që Altina i tregonte. Bashk, ata krijonin bukuri që i gëzonte zemrat e njerëzve. Kur Altina lindi fëmijën e saj të parë, një vajzë të vogël, gjyshen drita pati një surprizë. Fëmia lindi me flok kafe normal, por kur qau për herë të parë, zëri i saj ishte kaq i bukur sa që të gjitha zogjt filluan të këndonin në një harmoni të mrekullueshme. Çdo gjenerate jepet një dhuratë e re, shpjegoi gjyshja drita. Fëmia juaj do të ketë fushinë e zërit që shëron dhe ngushëllon. Kështu, familja e Altinës vazhdoi të ishte ruajtëse e dhuratave të veçanta, por gjithmonë me qëllimin për t'i ndihmuar të tjerët. Altina i mësoi së bijes së saj të njëjtat vlerë që i kishte mësuar gjyshja. Se fuqia e vërtet vinte nga dashuria dhe sakrifica, jo nga dëshira për pushtet ose lavdi.
Historiet për Altinën dhe flokët e saj ari u përhapën në të gjithë vendin dhe edhe te kufive. Njerëzit vinin nga vendet të largëta për ta takuar atë dhe për të mësuar nga urtësia e saj. Por Altina nuk ndryshoi kurrë. Ajo mbeti e thjeshtë dhe e qasshme, e gatshme gjithmonë të ndihmonte çdo kënd që kishte nevojë për ndihmë, pa marrë parasysh se nga vinin ose sa të pasur ose të varfër ishin. Një ditë, kur Altina ishte në moshën e mesme, një grup udhëtarësh erdhi në fshat. Ata kishin dëgjuar për gruan me flok ari që kishte shpëtuar krahinën nga errësira dhe dëshironin ta takonin. Midis tyre ishte një grua e re që e solli tek Altina një fëmijë të sëmur. Fëmia vuante nga një sëmundje e çuditshme që bënte që ai të mos mund të flinte dhe të qante vazhdimisht. Të lutem, ju lut gruaja, më thanë se ti mund të ndihmosh. Djali im vuan prej muajsh dhe asnjë mjek nuk ka mundur ta shëroje. Altina mori fëmijën në krah dhe filloi të këndonte një këngë të butë. Ndërsa këndonte, flokët e saj filluan të shkëlqejnë lehtë me dritë të artë. Fëmia ngadalë u qetësua dhe për herë të parë pas muajsh, ai mbylli sytë dhe ra në gjumë të qetë. Si e bëre këtë? Pyeti gruaja me habi. Nuk e bëra unë, u përgjigj Altina me një buzëqeshje të butë. E bëri dashuria. Dashuria ka fushin më të madhe shëruese në botë, dhe ajo vepron më mirë kur e ndajmë me të tjerët. Kur udhëtarët u larguan, ata mbajtën me vete jo vetëm shërimin e fëmijës, por edhe mësimin e rëndësishëm që kishin mësuar nga Altina. Kështu, historia e gocës me flok ari u përhap në të gjithë botën, duke u bërë një simbol i fuqisë së dashurisë dhe sakrificës. Vite më vonë, kur Altina dhe Ilir u bën pleq, ata ishin të rrethuar nga fëmijët dhe nipërit e tyre, të cilët të gjithë kishin trashëguar disa nga dhuntit e veçanta të familjes. Disa kishin zëra që shëronin, të tjerë kishin duar që mund të rrisnin lulet më të bukura, dhe disa mund të kuptonin gjuhën e kafshëve. Por të gjithë kishin mësuar mësimin më të rëndësishëm, se dhuntit e vërteta janë ato që ndajmë me të tjerët, dhe se fuqia më e madhe në botë është dashuria e pavetme. Në mbrëmjen e fundit të jetës së saj, Altina ishte ulur në kopsht, duke parë yjet që shkëlqenin në qiellin e qartë. Flokët e saj, edhe pse tani të bardhë si bora, akoma shkëlqenin me një dritë të butë magjike. Ilir erdhi dhe ul pranë saj, duke e marrë dorën në dorë. Ti qëndrove gjithmonë e bukur, i tha ai. Bukuria e vërtet vjen nga brenda, u përgjigj Altina. Dhe ajo nuk vysh askurrë nëse u shem me dashuri dhe mirësi. Atë natë, Altina pa në ëndër nënën e saj, Aurelian, që së fundmi mund ta takonte. Aurelia ishte e bukur ashtu siç e kishte imagjinuar, me flok ari që shkëlqenin si yjet dhe sy plot dashuri. Jam krenare për ty, bi ime, tha Aurelia. Ti e mësove sekretin që unë doja të mësoja. Se dhuntit tona më të mëdha janë ato që japim botës, jo ato që mbajmë për veten. Kur Altina u zgjua në mëngjes, ajo ndjeu një paqe të thellë në zemër. Ajo e dinte se kishte jetuar një jetë plot kuptim dhe se trashëgimia e saj do të vazhdonte nëpërmjet fëmijëve dhe nipërve të saj. Dhe kështu, historia e gocës me flok ari u bë një legjendë që është treguar në brezat, duke mësuar çdo gjenerat të re se çka do të thotë të jesh i vërtet i bukur, jo vetëm në pamje, por në zemër dhe në shpirt. Edhe sot, njerëz nga e gjithë bota vinë për të vizituar fshatin ku jetoi Altina. Ata shohin shtëpinë e vogël prej guri ku ajo u rrit, burimin ku takoi mençurinë e artë, dhe kopshtin ku ajo kalonte orët e saj të fundit. Por më shumë se çdo gjë, ata mbajnë me vete mësimin e saj, se çdo njeri ka brenda vetes një dhuratë të veçantë, dhe se kur e ndajmë këtë dhuratë me botën me dashuri dhe përkushtim, ne krijojmë një dritë që mund të ndriçojë edhe errësirat më të thella. Dhe ndonjëherë, në netët kur hëna është e plot dhe yjet shkëlqejnë më së shumti, disa thonë se akoma mund të shohin një dritë të artë të butë që lëviz në përpyje dhe fusha, duke i ndihmuar udhëtarët e humbur dhe duke u dhënë shpresë atyre që kanë nevojë për të. Sepse dashuria e vërtet dhe sakrifica e bërë me përkushtim kurrë nuk vdesin. Ato jetojnë përgjithmonë në zemrat e atyre që i kanë prekur dhe vazhdojnë të përhapen nga njëri tek tjetri, si valet e dritës që s'kan fund.